Një 38 vjeçar shqiptar i identifikuar si Edvaldo Nanushi është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë pas një periudhe ndjekje ndërkombëtare. Ai kërkohej nga drejtësia shqiptare për përfshirjen e tij në skemë mashtrimi të ndodhur në vitin 2017 në bashkëpunim me dy shtetas italian. Nanushi, i lindur në Mans të Durrësit, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e rrethit gjyqësore kryese kishte dënuar në vitin 2022 me 3 vite burg për veprën penale mashtrimi kryer në bashkëpunim. Sipas hetimeve, ai ka punuar me dy shtetas italian për të mashtruar administratorët e një kompanie që ofronte automjete me qira. Të tre dyshohet se kanë marrë me qira 2 automjete luksoze të tipit Audi Q7, të cilët pavarësisht afatit të përcaktuar nuk i kanë kthyer më. Pas denoncimit të bërë nga kompania e prekur, nisën procedurat hetimore që quhen në identifikimin e autorëve dhe shpalljen e tyre në kërkim. Fal bashkëpunimit të ngushtë mes drejtorisë së Interpolit të Shqipërisë me autoritetet ligjzbatuese italiane, është arritur të bëhet i mundur lokalizimi dhe më pas arrestimi i Nanushit në Itali. Pas përfundimit të procedurave ligjore, autoritetet italiane e kanë dorëzuar atë pranë autoriteteve shqiptare, duke bërë të mundur ekstradimin e tij për të vuajtur dënimin e dhënë nga gjykata shqiptare për mashtrim.